gjithçka po shkon te fëminin tonë, domethënë gjithçka po fillon aty po su krijon shprehite mira, unë thash, lamja e dhomëve nuk është më rëndësi, sa është më rëndësi lamja efektshme e dhomëve, pra me pas efekt ajo çka po bëjmë, jo vetëm me fut brushën aty, kalladontin edhe me kry këtë. Thash, ato pjesët anatomike janë shumë specifike edhe dumi me asi. Janë 3 metoda të lamjes dhomëve, pra që pacientë e dinë është ta, ose edhe ne është mirë me i cek, është mënyra horizontale, pra që ne i lajmë në mënyrë të drejtë kështu. Është mënyra vertikale e lamjes dhomëve, po është edhe mënyra ovale. Mënyra ovale po rezulton, pra që është një për mënyrave ma efektive e lamjes dhomëve. Pra në një farë mënyrë, kur po themi ovale, duhet tash me u kujtu ajo që thash edhe mishi i dhomëve është ajo pjesë e cila duhet mu trajtu. Pra në mënyrë ovale, kur i lani dhomët ju edhe mishin e lani, edhe dhomën e lani, edhe në fund, pra masi që e bani në mënyrë ovale atë pjesë të dhomit, në fund prej pjesës naltme, në qoftë se jemi tu i la dhomët në gojën e sipërme, për pjesës naltme, pjesën e poshtme, pra një fshimje e lehtë preferohet. Kohës gjatja është temë e kryme mo. Adin, nuk ka këtu diskutim, edhe a mi la 2 minuta, a mi la 30 sekonda, a mi la 3 minuta, a mi la 5 minuta është ideal. Po na pedim që 5 minuta nuk e lanë, nuk pilojmë. Edhe një detaj tjetër është shumë i rëndësishëm, në qoftë se kemi mundësi. Sepse, po them, unë jo gjithë kush po mundet me e fut brushën deri atje mrapa. Ka njerëz të cilët e kanë refleksin e kthimit, e kanë shumë të zgjumë. Këta njerëz e kanë pak problem. Mirë po, ajo që ka preferohet, është pra minimum 3 minuta, lamja dhomëve, edhe mundësisht një detaj, unë s'po di, atë ka këto me lexu se shumë sene po dinë sonte. Unë qef me befasu po s'po moj. Një detaj shumë i rëndësishëm është kalladonti është mirë me mbetë në gojë përderisa jemi tu i la dhomët, jo vazhdimisht me pshty. Po, se ato e kena po edhe për filmave me po ata amerikanë është mirë, nëse mundeni, pra, nëse mundeni, është mirë gojën me mbyll, edhe mi la dhomët vazhdimisht, edhe ajo shku me mbet aty, sepse ajo sa ma gjatë që rinë aty, hop, ka me ndiku qatë remineralizacionin të cilin e përmendëm edhe thamë që është shumë i rëndësishëm. Edhe një detaj, alo, ma i rëndësishëm. Faleminderit, shumë sfidë e bukur. Është shumë e rëndësishme me i la dhomë 2 herë në ditë, preferueshëm 3 kush mundet, që është e rallë, por ma rëndësishme, nëse veç një herë bile i lajnë dhomë të ditë, është me i lajnë mbrëmje. Ma shumë se sa në mëngjes. Kjo mendoj që ja vlen shumë me u potencu, sepse apetën mëngjes për shembull kur i përmene japonezët në fillim, e kam përmend edhe në një epizod tjetër këta, e pata kuptu që kultura atyne preferon që në mëngjes mos mi la dhomët si të qonë edhe me pi 2 gota ujë, që në mënyrë që bakteret që janë në gojë me shku deri në zorë, në lukth në zorë. Kështu që kjo është tepër e favorshme në mëngjes krahasuar në mbrëmje, masi që kemi hongër gjithçka gjatë ditës, së paku një 5 minuta me ja kushtues të gjitha këtyre procedurave, kish me qenë me rëndësi.